Allahun Azza wa Jall e falenderojmë, prej tij falë dhe ndihmë kërkojmë, salavatet dhe selamet i dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Kohëve të fundit jemi duke i përjetuar dhe duke i kaluar disa telashe dhe probleme, të cilët nuk ka mundësi që ato më janë shkalu. Dhe se këto telashe, këto probleme duhet mi shtin kallëpin islam, në kallëpin fetar, që ta shohim se gjitha këto a kanë zgjidhje fetare dhe se në gjitha këto musliman ndonjëherë a janë sprovu kështu apo jo. Themi që muslimani ka rregulla dhe parime në jetën e tij. Dhe se muslimani nuk është naif, është principial dhe është syçel, nga se Allahu Azza wa Jalla ati edhe zemrën edhe mendjen e ka ndriçuar me Kur'an dhe Sunet dhe iman. Dhe se muslimani asnjëherë nuk lejon që të manipulohet nga dikush tjetër dhe të në përkombët kjo inteligjencë, kjo aftësi apo kjo iman që gjindet në zemrën e tij. Dhe sot përmendim rastin e Velid ibn Uqba. Velid ibn Uqba ka qenë një misionar i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pa dërguar te familja apo te fisi Beni Mustalik, që shkon dhe ta bëj grumbullimin e zeqatit. Kurse Beni Mustalik, njëri nga ta, kishte ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam qysh më herët dhe kishte pranuar Islamin dhe ja kishte dhënë besën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se kanë më dhënë zeqatin shtetit islam të asaj kohe. Kur vjen fundi vitit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Velid ibn Uqba e dërgon që të shkon dhe ta bëj grumbullimin e zeqatit. Velid ibn Uqba para se të afrohet në fshat apo te fisi Beni Mustalik, e sheh një grumbull të madh të njerëzve, a këtij i kujtohet diçka tjetër. Shejtani vjen dhe i bën vezvese dhe i thot: ti me këta përpara ke pas hasmi, shtash ka ndalë ta me të hakmar. Edhe Velid ibn Uqba kthen prap, vjen dhe i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: ja Rasulullah, ato kishin dalë në rrugë që të më vrasin. Lenet se kishin mendën me dhënë zeqat, por se kishin dalë në rrugë që me më vra, ja Rasulullah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u hidhru dhe u prek, nga sa ata vetja dhanë besë se kanë me adhon zeqatin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ama fisi Beni Mustalik kanë mendje preht. Ju shkojnë ndërmend se çka ka pas mundësi me ndodh, erdhën shpejt tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i thanë kështu: ja Rasulullah, a mos na u ke dhënë diçka neve, sepse nuk na e çove njerin tanë që ta bëjë grumbullimin e zeqatit të ne. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: po ki jemi. Velid ibn Uqba po thotë se keni dalë me vra. Jo vallahi, thot ja Rasulullah, na mbledhëm në hyrje të katunit që ta presim dhe mirë presim me gjitha nderimet si ka hije një misafirit që vjen nga ana e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Na dashtëm me nderu, dashtëm me respektuat, jo që grumbullu me ju hakmar, na vela se dishim kush është ai. Por me si vike prej anës tonë, na dashtëm që krejt fisi Beni Mustalik ta prese me nderime dhe t'ja boje gostin ashtu si na ka hije. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: shkoni ktheuni në fshatin tuaj, dhe i tha Khalid ibn Velidit radhiyallahu anhu, tha: shko në hyrje të fshatit edhe shiqo se këta a janë për një me musliman apo kanë kamuflazhe. Khalid ibn Velidit që ndroi në atë fshat deri në mëngjes. Kur hini vakti sabahit, ati unë dëgju thiri Allahut ku thot: Allahu Akbar, Allahu Akbar, e ndëgjë e zonin. Edhe u kthi më njëherë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha: ja Rasulullah, vallahi ata thani me ishin musliman, ata po e falshin edhe sabahin me xhamat në xhami, po e thirrshin e zonin. Nuk është e vërtet se ata kanë mshej qufrin në zemrat e tyre. Dhe Allahu Azza wa Jall e zbret, e dërgon Xhibrilin alayhis salam që t'ju çoje muslimanëve mësim deri në ditën e gjykimit, se si ata duhet musil ndaj lajmeve dhe ndaj lajmtarëve të cilët nuk janë të besueshëm. Thot Allahu Azza wa Jall:
Ja ejuhalladhina amanu. Kjo i ka hije muslimanve, o ju musliman thot, o ju të cilët keni besu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kur t'ju vend me ndonjë lajm, ndonjë i pabesueshëm, verifikon e lajmin, studion e mirë, mendon e mirë, para se ta mirë një lajmin. An tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sepse thot, ka mundësi që të armitsoni ndonjë popull me ignorancë, me të padije, me lajmin e rrencit, me lajmin e të pavërtetit, e pastaj të bëni pishman për gabimin dhe veprën që e keni bën. E pastaj të bëni pishman për veprën dhe gabimin që e keni bën. O vëllezër, gjitha këto ndodhi që po ndodhin në rrethin tonë, në rrethin e shqiptarëve muslimanëve, gjithse janë ndodhi të pa verifikume, të pa studiume, është hava muhabet. Është muhabet të cilin askush se ka verifiku me argumente, me fakte. Dhe se na muslimant fatkeqësisht çdo e këtyve lajmeve ju besojmë. Dhe bim prej e intrigave të huaja, e dorëve të zeza, të cilët kanë për qëllim me na nxjerr neve shqiptarëve dhe muslimanëve këto troje ftyrën e zezë, me na nxjerr ftyrën duke qenë na faqebath. Na jemi faqebath. Edhe ma muslimon nuk është smotan, nuk bje prej e intrigave të huaja. Është syqel nga se Allahu ja ka ndriçu zemrën me iman. Nga se Allahu ja ka ndriçu zemrën me iman. Dhe se ne muslimat, si që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la yuldaghul mu'minu min juhrin marratayn. Muslimoni nuk lejon që të kafshohet nga një tavrim dy herë. Nëse na njerë jemi tregu të besueshëm, nëse na njerë kemi zonë besë, mos kujtojni se semi duke e përcjell situatën dhe rrethonat si janë duke ndodhur. Allah ka musliman të cilët kanë iman dhe besim në zemrën e tyre që janë syqel. Dhe se muslimanëve va bëjmë me dije se nuk duhet që çdo kush çka thot opa na ket me thon opa mas ti. Nuk duhet se çdo kush që na thot stop na me thon stop. Çdo send e marrim me rezervë. E vërtetojmë dhe verifikojmë lajmin dhe qëndrimin, pastaj marrim na qëndrim. Dhe se na muslimant nuk jemi naiva, nuk harrojmë. Dhe se na nëse dikujt i kemi zonë besë, to mos mendoj se atë besë ja kemi dhonë qashtu hiq pa e mendu. I kemi dhonë besën, ja kemi dhonë në manet udhëheqjen tonë, nga se kemi mendu si kanë me bo punën si duhet. Ama nuk ja harrojmë gabimet e tymve. Ne muslimat alo se kemi arru kryqin që është në vodna, sepse për dit në ban dritë. As se kemi arru rastin e brodecit, as se kemi arru rastin monstrum. Nuk ja harrojmë këto. Dikush nëse bot me një vesh, edhe mundohet gjitha këto mi kalu qashto, ja, si thëmë, i thëmë dhe ja përmendim edhe mas 100 vjetëve nëse ka mundësi. Edhe nëse ka nevoj për sëri kina mi përmend, që të vabëjmë me dije se kanë marë përgjësin në udhëheqës këti popullit, pa marë parasysh se kush janë konë dhe kush do tjetë. Kanë marë përgjësin dhe këtu askush nuk amnestot. Çdo udhëheqës do lider ka përgjësin e këti popullit që të mos lejo që dikush ta në përkom këtë popull. Ta në përkom derin dhe madhen dhe vladin e këti popullit. Këtë po i thamë sepse më dhem për këtë popull. Këtë po e thamë nga se këtu na kini vëndu që na juve mi u këshillu jo me vabo qefin. Edhe kjo është këshill prej zemrës që besoj do të hinë në zemrat e juaja, për gjitha sferat e shoqërisë tonë. Që lusë Allahun Azza wa Jall që këtë popull dhe këtë millet të arruj nga intrigat e huaja, të na ruaj besimin, të na ruaj imanin, të na ruaj rinin tonë. Kështu edhe në këtë formë të na mundsoj që na të jetojmë si musliman dhe të vdesim si musliman me fjalën la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.